Tani ne me Kroatën, goxha se ti ke qenë në luftë aty edhe di më mirë. Ne funksionojme me variantin armiku i armikut tim është miku im? Kemi pasur miqësi me ta gjatë gjithë kohë, edhe gjatë kohës të Jugosllavisë, pra kroatët kanë pasur një qëndrim tjetër ndaj shqiptarëve. Totalisht. Do që në funksion anti-Serbia? Shqiptarët që bënin ushtrinë në Kroaci kanë qenë gjithë ditë mbrojtur dhe kanë qenë më të mbrojtur dhe të paprekur se sa shqiptarët që bënin shërbimin ushtarak në të gjitha vendet e tjera të Jugosllavisë. Dhe aty janë përqendruar numri më i madh shqiptarëve në Jugosllavi, pra jashtë Kosovës janë përqendruar në Kroaci dhe jo në vendet e tjera. Pra kemi pasur një marrëdhënie vllazërore që mërkoj, për shkak se gjysma e tyre janë ilirë, pra prejardhja e tyre komplet pjesa e Dalmacisë, janë me prejardhje ilire. Pra kemi pothuajse të njëjtin gjak me gjysmën e popullit kroat. Ti e beson atë deklaratën që ka pas bërë Tudjmani kur erdhi në Shqipëri që tha ne jemi ilirë, absolutisht. Absolutisht është e vërtet, pra. Ajo është e vërtet. E ndjen kroatët, nuk na ndjen afër me fjalë. Gjithë kemi qenë afër, gjithë kemi fe të ndryshme. Feja nuk na ka penguar, feja nuk na ka penguar, nuk na ka penguar, kemi pasur lidhje të tillë. Kurse në raport sa e marrëveshje, kjo po ta shohim në aspektin e marrëveshjes ushtarake nuk ndryshon nga asnjë lloj marrëveshje tjetër që Republika e Shqipërisë ka bërë me Turqinë, ka bërë me Shqipërinë, ka bërë me Amerikën në 2023, bëri me Turqinë 2020, ka bërë me Italinë, pra është një marrëveshje e bashkëpunimit dhe ndërveprimit ushtarak. Në aspektin politik normalisht që merr një esencë të madhe për arsye se e para është bërë midis këtyre vendeve dhe Serbia nuk mund të jetë pjesë sepse është bërë në kuadër të vizionit euroatlantik dhe Serbia nuk është pjesë e këtij vizioni euroatlantik, pra ka deklaruar që unë nuk do të jem kurrë pjesë e NATO-s dhe duke mos qenë pjesë nuk mund të jetë pjesë asnjë marrëveshje që bëjnë vendet e NATO-s, qoftë Tirajoni, qoftë jashtë Tirajonit.